Eja dhe të falenderoj shumë që më erdhe dhe ma besova këtë intervistë. Përshëndetje. Faleminderit shumë. Mirë se gjeta. Lutem. Faleminderit vërtet Në ato dhe të falenderoj shumë që jenë në studio. Pyetja e më parë është sa është e vështirë me qenë i kërkuar, po të njëjtën kohë me pas mundësi edhe me bë këtë balancin mes lifestyle që e kikim. Fillimisht është për me koni kërkuar kaq shumë, duhesh me punu shumë. Unë mendoj që kom punu jo mjaftueshëm, po mirë. Për me orë shamë kërë jemi sot. Lifestyle, që me thonë shmend. Ka njëre, nuk është bashkë që shdo këtë në televizion, nëse në po mirë prapa, në background është pak ma ndryshe, po në gjithë se mirë është. Gimbo ka ky emër artistik, hajde, të regon pak njoftohën në para pyetjeve tjera. Gimbo, shokët e mi më throsin, Gimbo, edhe më kam betë që këtë gjani ko, baje Gimbo të më kam betë që këtë emër, edhe jom pajtu, ku më thonë që okej, pelona që ta më dhe qështu ku më vazhdu me që ta më. Shuk kanë që më thirë. Okej, 5 vite janë që je aktiv në kësine. Si ka ardhur puna për DJ, sepse më falim pak para se të hyrim në studio dhe që kam pasur fokus tjetër shka. Po, jom koni fokusum në komplet një pun tjetër, po edhe ajo ka është pjesë e industrisë dhe muzikës, për shumë shok, të fillu për shokve të mi të afert, më kam posë shumë presion që bënu DJ, unë e ku më dosh muzikën gjithmonë. Edhe ku më thonë, okejve, përpredoj, edhe më bu DJ. Edhe besoj që ja ka vlet, edhe ku më ka lu shumë mirë me eksperiencë si DJ, edhe besoj që kur gjë nuk e më bo, që a ke me bo. Okej, a është e letë puna si DJ, sepse njerëzit e shohin më të letë se sa një këngëtar, po paka shumë stili jetesës është i njëjtë, do më thonë. Po, paka shumë stili jetesës është i njëjtë. Në krasë me këngëtor nuk e kanë shumë të shtirë, mu i me thonë, pëse se kanë marrë me bu një performancë, 20 minuta, gjysore, 40 minuta dhe kanë me shku, amo ti ki me kone prej fillimit, na e s'deri në fund. Ti ki me punu me krytë tënë që qa ki me botani, qa ki me lëshu tani, qa ki me botani, edhe ka një herë është ma e fështirë se me konë këngëtar shamë. Amo si pun është shumë e bëj me knatësi edhe e bëj shumë e qef, se e du shumë si punë qërë. Qëra, kur është një najnë klap shumë e mirë, krejtë Duar Trokitit e shkojnë DJ-t, që po din me bo najnë gjashtu. Ta është të të rekom, sa ndin vetën përgjithsi, kur ishe njerëzit u knaqë, ose kur ishe njerëzit u dasht mu knaqë, sa ndin vetën stres që më jau mundësu një najtë mirë? Vetën e ndin stres momentin që i monton koblat. Për që aty, da? Po momentin që i monton koblat i e në stres, gjatë gjithë kohës ki me menu që për bëj një gabim që se vish një gabim i vogël duhet edhe nallit muzika. Edhe kitë klop i ka mu këti me bo, si interesant aty në teknika, kabli. Edhe të në kohën është stres është një varë për momentin që adaptuash në vendin, ose në klubin kërë të bu muzikë, ti automatikisht ki me kalu tje për mirë, edhe ki me di që ka i ka bënë, edhe ki me di që shpo veprën, edhe. Po, është punë me stres, bajagi. Atë ka dalë maj letë, atë ka dalë maj fështirë si punë? Para se me... Fala që shë komendu. E ke mendu ma letë? E komendu pak ma izevis. Ma ize, ja. Amo është te për punë e mirë. Okej. Momentin që po flasim, mund thash para se të thajë në studio që je shumë i kërkum. Kështu që momentalisht sa jenë krenar me vetën që për 5 vjetë ke arritur me qenë një prej DJ-ve që njerëzit e duan shumë. A ka një simpatit jashtëzakonshme për ty? Më faleminderit shumë, unë fillimisht i falenderoj gjithë ata që më kanë suportu në momenti kur s'kom pas kur gjë, deri më sot. Edhe kërkesa ka pas për klubeve për mu momentin që e kanë po dhe kanë një që unë e bëj muzikën që për një me mundet me u kërku në shumë vendet mira. Unë nuk bëj muzikë për qef dikujt, unë e bëj muzikë për qefin tam. Unë e kom me performu, kom me bo performancën tam, unë e kom me të regu vetën që farloj muzikë e bëj unë. Do më thonë nuk bën kompromis? No. Unë e kom me bo muzikë që ato që e bëj unë. Unë e ma shumë i fokusum në onën e Afro House, Tech House, kom shumë projekte që kom punu dhe përnoj gjatë tonë kohës për to. E hip-hop, normalisht, pa hip-hop, qësh me funksionu një pa hip-hop. Edhe i falenderoj në Zotit mas pari për kejtve. I falenderoj në Zotit shumë, se më kanë dimu, jo vesh mu, po edhe këtë shëshnin tam, këtë rretën tam. Edhe më shumë falenderus për këtë për krasit e mi, edhe më bështetësi që më kanë bështet, prej kur si më konë heqë. Unë e di që puna si DJ gjykohet, pak para gjykohet, do më thënë si do mos... Qka jeti DJ-ja, nuk të marit seriosisht. Po, sa ishte familja, do më thonë... Familja, mbështetës në profesionin tëndë si njeri natës, ha?
Shumë kam mbështet. Nuk e kum prit që kam mbështet ashtu në momentin që më thonë që hey, unë du më bëu DJ. Okej. Po thonë, çfarë be kur do më bëu DJ ti? Unë du më bëu DJ. Okej. A ke histori me muzikë familjare? Pak jo shumë, a më pak, na shqiptar këtë si tradit ka pak muzikën e kena. Shumë e vërtet. Se thonë voj i burrit është konga. Apo vëdën, edhe tash muzika më ka lidhë pikër në fëmijë, unë përpara më kom danser, jo mirë më sport ekstrem. Kom vazhdu vish me muzikë dhe ku po dalë edhe se jam dalë që DJ. E pse nuk e ke menuar më herët punën e DJ-t? Pse ka ardhur tash? Po më lën me në kuptu që muzikën e ke dashur gjithmonë. Nuk e kom pas një lloj shtyme që më thon dikush që provu, ndoshta hec, ndoshta ta dën. Okej. Shumë shok, që i përshëndes shumë, do shok më thëshin që, hej, pëse provo një herë, pëse s'provosh. E kisha në fillim një lloj, shme thonë një lloj morre, e kisha, se thësha, qësh, ka ti, ka pike ti, ka erë dhe kushjeti, a më mirë, filloj, mirë, vazhdoj, mirë të vazhdu, kësme të zëtë, apet ka më vazhdu. Qëre, gjeneratat e reja i respektojnë DJ-t. Unë e di që gjeneratat e reja dinë shumë mirë se çfarë është DJ, e respektojnë shumë për dallim për gjeneratave të vjetra, ndërsa më njerë pas luftës me qenë DJ nuk ka qenë shumë, nuk e di, Erduar Trokitsh me kjo punë, për dallim prej sot. Sot është tregu më mirë për DJ, do më thonë sot një naj botë e jashtëzakonshme me pa këngëtar. Sakt, edhe sot është një sen që sot ka më shumë DJ se këngëtar. Sot ka shumë DJ. E takon njëri në rrugë, mas një ore kemi taku edhe një tjetër që e të dhe në DJ-ëm. Po. Edhe shumë mirë, unë i respektoj krejt, edhe në DJ. Çka vyn me pas për me qenë një DJ i suksesshëm? Veshin. Veshja? Veshin. Nëse ti nuk e ki veshin sa dush, mundesh me pas pamjen, mundesh me pas fizikun, mundesh me pas... Swag sa dush? Okej, swag, mundesh me pas swag. Po, kurse ki veshin e mirë, ti DJ në ashtu dush. Okej. A mu çfarë muzike bën? Shamu duhet me pas veshin e mirë për me kon DJ i mirë. Unë ashtu mendoj, ndoshta e kom gabim, ama... Jo, tash, kur jemi të punat e muzika, veshje është kryesori, se ka njerëz që kanë zë me knu, po s'kanë vesh. Me nxu. Po, dhe rrjedhimisht i hupe taktit, i hupe ritmi e gjithçka. Sa të priti më mirë industria kur fillove si DJ? Do më thonë, po flasim për një industri sidomos në Prishtinë, që pak emrat të rinj nuk është që pranon shumë lehta, ti këto e ke kuptu shumë mirë, s'po flasim për këngëtar se ende kanë më vështirë, por edhe për DJ po besoj që duhet jetë aty diku pozicionimi. Kështu që sa ishte vështirë për ty debutimi marrë deri në këtë pikë sot Gimbo? Allah s'ma më tregu drejt, baje kishë më kone vështirë. Se fillimisht nuk kemi Prishtinës, jemi i Sovut, edhe njerëzit kur i vjen në Prishtinë, kur nuk i këtuit, me bo muzikë në vendet të këtyne, është pak ma vështirë, se nështë nuk është që të përkrajnë shumë, ose diçka. Po me kalimin e kohës, kanë rrjedhë sa në shumë mirë, edhe së jam shumë falenderus për shumë vendet që më kanë jep mundësi për me bo muzikë, me konë si DJ i ati vendi. Fillimisht tash jem të punu në Zone Club, i përshëndes shumë, stafin e zonës, i falenderoj shumë për mundësinë e tyne, që unë e bëj muzikë të ta, edhe janë shumë djeltë mirë, janë mirë pret, si staf janë perfekt, edhe unë me ta kali shumë mirë. Për krasin për vendeve tjera, është një ndër vende që kali mas mire, është në zonë Prishtinë. Të kujtohet neja e parë? Besëm që nuk du me kujtu. A ka qenë stres për ty? Shumë ka qenë stres, tepër ka qenë stres, o konë hera e parë, edhe kërë më shku me bë muzikë në natën e parë, i këmë pas dikon me thonë është ta, dikon ofër 70 ose 80 muzika këtë në natën. Edhe gjatë të nesë. A kështë audiencë? Shumë. Këmë bo me një kafish në Prishtinë. Ka pas shumë njerëz edhe unë në e parë tamë në këmë ditë veç play edhe sëp me bo. Shumë ma shumë. A s'ke ti transition e... O, s'ti sa nuk e këmë ditë. Kërë ja këmë njësë, këmë thonë, aj, këmë e dojnë kesh, po hajtë se s'ka dertë. A më mirë, për kontra si që shku mujtë me dojnë, më dojnë shumë majsë. A të rritë vetëbesimin ajnë e 2 e 3 mas nej... Ta një sprek shanë tokë. Nuk po më do kështë djallë me shumë këm në tokë. Unë më mendoj që pavarësisht suksesit edhe pavarësisht vëmendjes që e ke sot edhe gjithë këto vite në cilat po flasim, po më dukesh si një njeri shumë këm në tokë. Mendoj që kjo është një arsye që të ka afru pak më shumë njerëz, sepse është DJ më konë me në madh, diçka nuk shkon që aty. Jo, ti ose je DJ ose je me në madh. Po nuk shkojnë dyjat. Suksesi një njeri është thjeshtësia. Unë që ashtu e menaj. Nëse je i thjesht, ki me pas sukses. Nëse je ti, nëse je vetë vetja, ki me pas sukses. Momentin që unë e buna si dikush tjetër, ti ki me konë kopje. Ki me konë kopje dëpë të dikujna, dhe s'ki me pas sukses. Nëse je i thjesht, gjithë ki me pas sukses.
Na jena kitë njerëz, na duhet normal me nejtë me kom tokë. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Tek e fundit është shumë vend i vogël për me... Sakt. Qa jeti VIP? Jo, mëne, qërë me VIP? Ka shpejt, kur? Inspirimin muzik dhe inspirimi këtu, a ke jashtë vendit, apo ka inspirosh ti për shembull për me pru një trend, për me pru një kong, s'po di? Inspirona mas shumë ti në studio, kur jam me dëgju se në vesh, edhe e një san që ka bu dikush, edhe që sa në më pëlqen shumë. Nëse nuk e bëj si aj, ku më mundu me bëj paka shumë si aj, se na, tash me folë drejt na, ketë njëti, na, si këngëtort, si DJ-at, si tek shkruz, që aty silëm na. Është i njëjta kuti. E njëjta kuti, që aty silëm ketë. Edhe tash se cili inspirohet, se cili ka vendin e vetë për mu inspiru dikën, për me pru një produkt vetin, me shfosin produkt vetin. Unë e kom bashkëpunëtor, cilë në ndimojnë, produktet mija që i bijnë, projekte, e kom erunin e përshëndet shumë producentën. A i më ndimon shumë edhe me të kali shumë kohë në studio. Edhe me të, i thamë, hej, bira, për bujna qështu, jësë që kësë më pëlqen në rrugë, bëne qështu. Mas shumë të në studio, marrë. Kusht ka mbështet më spari përveç familjes? Do më thonë, kusht ka qenë një shok që të ka thonë, okej, Gimbo, pe bojna bashkë edhe po jëmë rapa të... Pro, ja o zamlën. I pori njëri o komë që më ka thonë, birë më stanin. Hen. Hen birë thonë se kena me arrit që aty ku bëdojna dhe shqyqërpi zotit, edhe pi njerëzë, falindire shumë, kena ardhë ku kena pashtë. Po shpresaj edhe normal që kena me shku hala ma shumë, kof kismet nëse jemi shë në shërahat. E që më pëlqenë më shumë të është që me gjesti në këtë rukëtim, dy të keni shuar suksesin njëri tjetrit bashkë. Dhe më thonë po flasim për fillimet e ti dhe fillimet e tua, të cilat po besoj që kam pasur shumë sfida. Në momentin që po flasim të dy të jeni shumë mirë të pozicionum në muzikë, dhe po besoj që jeni krenar me njëri tjetrin. Unë duat di diskutimet që i bëni për karrierën e juaj, çfarë thoni më shpesht? A i kujtoni pak fillimet, Gimbo? Jo pak, shumë. Shumë, a? Shumë. Nëse dënë me di kush je, do të me kujtu kush e konë. Edhe me të kemi pos shumë sfida kena kalu, kena sakrifiku shumë, për me mbri deri dikun ku jena sot shamull. Momentin që nollim me të dhe flasim për të kalumen, gjithë është një lloj nostalgjie që pse se kena bu ndryshe që to. Po apet shumë mirë është që se kena bu ndryshe, se nëse këshim bu ndryshe nuk këshim morë ku jena sot. Po kena vepru me një fjallë, kena thonë që apë bujna qështu, qështu be bujna. Se kena mëndu dyja. A gjithmonë i keni besu njëri tjetrit? Po gjithmonë? Po gjithë kena besu njëri tjetrit. Pse se një njëri kur është real vrejet, bre, mundesh me vrej, mundesh me ditë. Unë e kom shok shumë, është e vërtit. Po gjithën e kom, shumë thonë, e kom si, jo si, po gjithën e kom vlau se më kalu shumë kohë me ta. Prej 0 me ta, dhe një 100. 0 to 100. Po, do më thonë, keni qenë shok edhe para se të bëje DJ? Po. Okej. Edhe para se me bëje DJ, më konë shok me ta. Anë atë ko ka pos shumë shtirë me të regu që ka din me bo, ose që ka din me përformu, ose që ka din me knu, ose edhe me kalimin e kohës kam fillu njerëzit me pos që, ka dalë se që këtë dalë është i mirë, është i fort. Edhe e ka dëshmu. E ka dëshmu dhe po besoj që sot kra njëri tjetrit, jeni në dyshe pa ndashme sot dhe foncat nuk arrim ju da, dhe me thonë, ku do që jeti... Foncat jo zamlën, legenda jenë shumë, edhe janë shumë tipër janë të mirë. Do me thonë se ki idenë që kam kanë bosa grupet i kanë qenë, edhe i këshim bërë një video me editimet e tua, do me thonë një 10 minuta, edhe tha mundri me transmitu, thash me transmitu në këto 10 minuta, thash gjysa intervistës, po është emisioni, kështu që besoj që ti ishe dhe ki disa fjallë për ta, se pas ta më shajnë mu. I love you all, ju dua ketëve. Shumë falimderit për ty në kam përkra, hirën në fundi që kom bo muzikë, ma kam bru një bëqet me lule, një tepër mirë, adhin. Sa bukur. Sa që qashëm një mirë, nuk kom mujtë as me morë me qitë në storë, në diçka, po kom mendu, jëm të dosh me bu një sen, që kom e dalë me një falimderim për ta për gjithë sen që kam bu, që kam bështetë, kam përkra, falimderit shumë falimderit. Shumë mirë që e the këto, shumë mirë që e the këto, se pas taj më kështë që e pas kam plan diçka, kështu që ato editimet, po besoj që Gimbo ishe editimet, okej. Për mundar vishë edhe pak të gjestim, to e pak kur ju njoftu me ta, se mbase njerëzit kanë qef me edit. Kur ju njoftu me ta? Po, kur ju taku me ta për e shtë parë? Më zgaboj, ka qenë viti 2018. Okej. Nëse zgaboj, po, ka qenë viti 2018, një kafeterin për shti. Jena njëftu edhe jena njëftu shumë rasisht.
Shumë rastisht jena njëftu, ti ku she unë këtë, ti ku she unë. Okej. Po, që po bujna, hajde ti, përshë orti për muzike te, edhe unë për muzike marë, hajde se po bujna diçka bashkë. Po, unë e kam një përshtypje që ti je një shok jashtëzakonshëm. Edhe kur tham që një shok jashtëzakonshëm është fakti që unë mendoj që as ti as ai, kur jeni të dytë në këtë shoqëri, nuk ndikoheni as pak nga fama, nga ndjekësit, nga rëmbimi, nga hype, nuk e di, por që ndroni prapë brenda shoqënisë. Mendoj që kjo është një element këtë që ja u ke dëshmu njerëzve, që është shumë rëndësishëm të jemi aty parat se çfarë kemi njohur në fillim një persona. Fama ditë prish njerëz, po bësej ti e din shumë mirë si fakt, ditë prish njerëz, ditë prish edhe antarë të familjes, e lemo shoqëni. Se ke arritur me mbjetu mbase vëmendjes të madhe, audiencës të madhe, që me qenë ky raport ka që shëndosh sot Gimbo? Qërëshman, me mu ose je shok, ose nuk je. Nuk mund është me konë, jam edhe s'jam. Ja, ose je, ose nuk je. Une, që ka thonë, gjithë gjizi me shok, ose du në ose vrona. Po. Une, një mundu me konë shok, jo, sikur shumica që janë e shokve që kur është diçka puna mirë, okej, po vi. Shok je edhe në të mirë edhe në të keqë. Shok je edhe kur ki edhe kur s'ki. Që ato e ki shok. Unë e besoj që nuk kumbo shumë sa duhet me bo si shok për dikon tonit ofër, për një me këtonin, ose për një familjar tonin, ose. Unë jam, jo për pas shokve të mi, unë edhe familjarët e mi kom shok. Apo kupton, se ose e du, ose nuk e du. Nuk mundet me gjithë një mes, dikush me mu, mës me full 2 javë, tani më ardhë me thonë, valla, kush nësë u po, të ashtë në apet jena shok, ja. Na, njerë e prishëm. Po, shqyqër për zotit, qka të lëpsh e gjenë, qa dhe që kërkon ki me gjetë. Nëse e lyp një shok të mirë, ki me gjetë. është rjetë se ke punë, është tërheqë. Nëse dënë me pas, dikon shok ki me pas. Nëse s'dënë, Duat dalën pak të këfama, sepse thash që fama prish njerëz. Te këty si ka ardhë gjithë kjo vëmendje, po besoj vëmendje edhe nga Gjesti, po besoj vëmendje edhe nga fansat e Gjestit e se çfarë ka ndodhur e gjithë shka që tashmë e dim në reality të show të ndryshme. Si arritet që me rujë shoqëninë në gjithë këtë vëmendje? Po besoj që ka pasur dhe fjalë, ka pasur dhe njerëz që janë munduar të folin shumë shka, sa e përket raportit juaj. Adem, do më thonë, po flasim për një pikuri në cilën nuk ka pasur ndikim rrethanor të njerëzve që janë adhurues të njerit apo tjetrit. Pak është e shtirë, sa i përket pjesës njerëzve që ka flasin, apo kupton, po nëse ti ki vesh të mbyllët për dikon që nuk dënë me një, ti nuk ki me një. Edhe, thjesht, na kena besu një tjetrit edhe i kom besu vetës, mas pari, edhe më bështet në Zotin, mas pari, kom pas njerës që më kanë përkra shumë, e kom një njeri që ato e kom në background, që thujnë, edhe nuk du me për në anamër për kërkan, aje din kush është. Më kanë bështet shumë mu, kam bështet shumë edhe Gjestin, edhe grupin tonë, aje është pak mbro, pa nuk është që... Pak undercover, a? Po jes, shumë undercover. Edhe, aje nga ka përkra shumë, nga kam bështet edhe kur nuk i kena pos bashkë. Sanet mirë. Apo din. Nuk është pjesa veç onës financiare, po edhe onës të famës, onës të paraqitjes, të imazhit. Aje ka punu shumë për ne. Normalisht edhe na jena mundu mja këthy edhe halo mundohemi mja këthy atë sen që ka bu për neve. Kështu që me famën, që shme thonë shpendë, është pak fërk fama. Se unë ju që jemi famë shumë, ju që jemi dikush. Po njerëzit njojnë, dhe për thejet në fama. Po, normalisht. Adem. Po, apet nëse je në qilë, dhëtë mja ditë që shekon në tokë. Apo kuptan, kështu që faleminderit për këtë ata që më kanë suportu, për që sukses që e kam së, edhe kom e pru shumë sanet reja, shumë sanet forta, që për një me njerëzit kanë me thonë që nuk e pas kemi përkro këtë qëso. Apo den. Po shpresoj me konë që ashtu. Adem se thash je shok jashtëzakonshëm, sepse gjatë kohës sa Gjesti ishte në Big Brother Kosova apo dhe në Big Brother të Shqipërisë, dilshin shumë njerëz, persona individ që flisnin për të. Do me thonë flisnin gjithë shka. Unë në herë më për të. Ti e dal një herë dhe ka mjaftuar njerëz sepse po besoj që ti për çdo situatë ke ditur të vërtetën. Edhe nuk e ke parë sysh me disponimin tënd në media me shfaq se çfarë mendon për të. Mbase kur doli Gjesti prej Bigut, njerëzit e kuptuan që je shok i ngushtë me të, sepse ke qenë shumë i distancuar për deklaratave që janë dhënë atje. A ke bërë qëllimisht? E kom bërë super qëllimisht. Se ai që kom brenda nuk e ka ditë çfarë po bëhet jashtë.
Apo vëdhen qysh. Edhe njerëzit që kanë folë jashtë, unë e kom ditë që pa folin, edhe kom ditë që po dojnë me thonë, ku po dojnë me dalë. Edhe nuk, si kom ja vëmendje asë një njeri, asë nuk kom dash me thonë. Se nuk kom pse. Nëse ti del folë keq për dikon që nuk po të shene, asë nuk po të një, okej, ti këki i fort. A je bo nervoz me lojën e ti brenda, ka pasur momente kur... Që se më nervoz. Hajde kalë zëmë. O, zot, o, zot. Ka njerë i ku posë do momenti që kom thonë, dëll. Dëll, a? Po besa, a ke qesh ti njëtë sa kemi qesh ne me të? Po besaj që ti e ke njoftë ma shumë, dështë ta... O, ju nuk e nëgjeni ma shumë. Do më thonë, ne e kemi shiu shumë atë brenda shpit, po besaj ti e ke shiu më shumë nga jashtë e ditur se qka ka mendu momente që na nuk e kemi ditur qka po mendan. O, zot, ka posë momente që s'ku mujt me këshirë të kesh. Okej. Se e kom ditë qka bënaj, e kom ditë. Edhe... E kom pos një rast në studio, isha aty për cilë, ishe Prime, në zga bëj, isha shkon Prime, po. Edhe tha dishka, dita që tha dishka, edhe më në kopi stres, shumë. Dola jashtë, s'mu isha, ishme nejtë mrena në telefon, më në kopi stres, edhe isha qëtash, vish këtë këthejet në aty, në fillim të emisione, edhe ish këthejet, edhe thot, hej, unë e po eci. Okej. Edhe isha në stres të shandes po shkon, po kënena diçka zemrë më theke që, nuk do Nuk e ban. nuk e ban. Okej. Po besoj mbështetjen më të madhe ja ke dhënë jashtë edhe me vota. Birë? Shumë vota birë këna shumë. Shumë vota keni qua, po besoj që kënaqëria më e madhe ka qenë kur është shpall fitus. Ku ke qenë atë moment, a ke qenë atje? Po. Okej, çfarë ndjeni jo kur u tha emri ti? Aja ndjeni jo nuk e di atë momentin që ka dosh më thonë emri, unë i kum shelë vesh. I kem shelë vesh, ta? E kom posi një feeling që, po, e kom posi është. Edhe qatë natë, kena bu një organizim, unë me grupin, kena mbledh do njerë, sa njerë foncat për krasë të gjestit, edhe i kena dërgu atje, kom posi shumë stres atë dit, edhe tonë ku në kësha stresin që, hej, nëse është orderi që tash më mos më fitu, se di qa vët, edhe kom besum të. Kom besum të edhe e ka arrit. Okej, cila ishte fjala e parë që ta tha kur u takuat? Pas finales? Atë kom thonë, a? Shumë e Nuk e arrej kur atë kom thonë. Atë kom thonë. Po, që ke kom fjala e parë që ka thonë. Po, se edhe në ty të kom thonë. Edhe në ty të kom thonë. Momenti që po flasim, gjetimi të prekur pak me rastin e Gjesit, me tragedin që i ndodhi ati, që u prekën gjithë matë se çfarë ndodhi, po besoj që vetën e ke dëshmuar dhe në këto rastin, e kemi parë foto dhe video të shumta. Fatkeqësisht kemi parë shumë video dhe foto nga ceremonia e varrimit, por më thuaj pak se sa ishte e vështirë dhe për ty si shok i ngushtë, Gimbo? E di që e vështirë të flasim, po... Kjo është një temë pak shumë është e ndihshme, edhe me tregu drejt, nuk është që kisha pas shumë qef me folë për këtë farë teme, se e dim krejt, edhe kritin a ndjekes. Edhe për mu o ka një bamë, të nëshysh, edhe inshallah Zoti e më shiron ato, edhe ngushëllime për familje normalisht, edhe faleminderit për këtë njerëz që janë konë pjesëmarrës, edhe ata që nuk janë konë, faleminderit shumë për krejtëve. Për shpres, anena ka na thojmë ja u kthejfshëm gëzim. Edhe nuk di qa me folë për këtë pjesë. Okej. Po besoj që edhe në momentin që zbrosen po i gjete shumë afër, po besoj që po shpresoj të paktën që e ka marrë veten sa do pak dhe në momentin që po flasim, është më mirë emocionalisht? Është pak më mirë emocionalisht, normal, po kalon më shumë kohë me familjen. Momentalisht nuk është keq, mirë është. Në rregull. Kështu më me thonë. Okej. Unë mu më erdhën shumë pyetje që dojnë edhe ty me të pan Big Brother. Do me thonë, a dim pse tani po ju jap arsye, sepse njofta për herë të parë sot, edhe pas ke energji për Big Brother, nuk e di atë kam bo ftes, ose a e konsideron, Gimbo? Shpen nuk bëhet ajo punë. Pse? Nuk. Fiton edhe ti, a? Nuk ka ferë më fitu 2 herë. Pse nuk bëhet, Gimbo? Nuk bëhet shpen, se unë jam një natyrë pak më ndryshe. Qysh? Unë jam pak më ndryshe, Gjesi është pak më i qetë se unë. Okej, ti ke temperament më të madh, a? Pak më shumë. Okej, është shumë naqë, emisioni mirë edhe është tre, po jo për mu. Jo për mu, jo. Nuk është. I frigosh temperamentit tënd? I frigosh, nuk po di. Kogja shumë. Kogja shumë, a? Për që ata. A ka të kanë ftu? Po besoj se kanë ftu.
Tash kjo mbet, nuk e di, jam kaftua jo, veç nuk bëhet fat. Nuk bëhet, okej. Unë e di që ke projekte edhe tuat personale, dhe më thonë jo vetëm që lëshon këngë tjerëve të industrisë në përgjithësi, po sa është e vështirë që me bo dhe këngë tuat, sepse disa prej këngëve ishin pëlqyer shumë. Tash me tregu drejt. Sepse pritshmëritë për një DJ janë shumë dhaja, sepse dëgjon shumë, din shumë mirë se çka dëgjohet, çush përjeton masa dhe pritshmëritë për një jetë janë më të dhaja se një artisti. Kanë herë ti mendon që ky san që ka me qit ka me bu band. Okej. A më bash çajtane nuk bën. Pse s'bën se ti ki me pas shumë pretendencë për të që ka me hecë shumë edhe bashkë nuk ecë dëshpëron, apo kupton? Është shumë vështirë me punu një projekt, nuk është e lehtë. Sot dhe sot është një mundësi pak më ndryshe, sot mundesh me punu me gjithçka, e kryen për 10 minuta e kryen. Në mix ose në mashup ose diçka dhe poston. Po për me dal një projekt i mirë, një produkt i mirë do të shumë e punun ta. Shumë do të më ngu 1000 herë. Jo që ke po bën, heke, shtëja, s'bën. Po veç me këto që në lancu je i knaqur me feedbackun dhe pritshmërinë e njerëzve. Jam deri dikon po. Deri dikon jam. Okej, po mirë. sa po më lëmë kuptuar që ki shumë çka me publiku vazhdem, a? Është blloku telefoni, thonë. Apo, nëse po pres me i dëgju. Ky smet shumë shpejt, kam një plan, kam një ide, cilën du m'ja nis me realizu. Shumë shpejt du m'ja nis me postu do sa në interesant. Ka me pos jo vesh një zhondër, jo vesh një lloj. Ka me pos kështë do lloje. Okej. Apo kupton? Këshyrim tash, unë mendoj që kanë me hecë mirë. Okej. Unë mendoj që kanë me hecë mirë. Po nëse mendon ti atë nuk po dyshoj asun e pra se që kanë me hecë mirë. Okej. Po du mu ndalë tek një temë sociale se po besoj televizë dhe jashtë vendit. Po. Shë edhe që është bo naja të jashtë vendit. Tuaj pak diferencën e najave jashtë vendit dhe najave në Kosovë. Çka të pengon tek najat në vendin tonë? Disponimi njerëzve, qasja njerëzve që njerëzit nuk kcejnë për klub ku duhet me këcy. Çka mendon sepse jeta e natës diskutohet shumë vendin tonë? Kjo është një ndër problemet kryesore. Apo? Po tregoj drejt, pas vitet e fundit është krejt ndryshe. Se pak ma bëti, najat janë konë pak ma njerëzit i ke po të kesh në klub, i ke po të këcy, i ke po të boshqef, të knoq. Sot është pak ma ndryshe, se sot njerëzit shkojnë në klub edhe rrinë shtë. Apo ka njerëz që shkojnë në klub veç për me bo një fërk, me thonë shamu. Ose për qika? Për djemt, këto e ki sigur. E pse rinë që ashtu në klub, për shambull, nuk bojnë qere? Se s'ban më po mu të këcy, se unë jam e adin të kërshë. Klubi për që ta bre është? Adem, unë e shumë për shambull ndeja që s'bojnë jashtë, po nëse është një kongë që krejt e dojnë, pëse mos me kësyn që atë moment. Bile nëse ti këcen, ti një është keq që po këcen ti e tjertë për rinë. Sa më kanë ndodhë. Se kërje të bu muzikë, e shën kitë vendin, e shën kitë klubin edhe shpesh e shën dikën që është muzika, që me thonë pak e rritë ma i shpejt, është kitë out. Me rritë me muzikë, është kitë out, të këcy kitë out, kitë jashtë taktit. Edhe që automatikisht kime kesh me të, edhe kime mundu që mja përshtot qatina, se qaj për të cena. Aji ko ka të e fillit? Aji të e fillit, po. Më krasim shamu për vendeve tjera, për klubeve në Evropë. Ose në Amerikë, për shambull, një tjetër histori kompleta. Në Amerikë është interesant. Se ti që ke shkue, ke qëndrue, po. Po, në Europë, na shqiptarët, në Kosovë dhe Shqipni, na jena Las Vegas, për të në Europë, për të regaj drejtë. Naja që ma në Kosovë dhe Shqipni, në Europë, pak kun ma në, pak ose heqë. A shkojt mentaliteti, apo ma shumë që kemi të rinë në Kosovë dhe Shqipni? Jo, na e kena showbizin të regun e kena shumë të fort. Okej. Si shqiptarën për gjithësi kena të regun shumë të fort. Vish me mujtë edhe me kësy ma shumë? Vish me mujtë edhe. Vish me mujtë edhe. Më mujtë të dera, mishti me thonë, ka të hesh, po besoj që kur jesi DJ në skenë dhe kur ishen një grup vajza vëse djemve të kësy të bëhet qefi, a? Po, dhe e shion shumë, a? Po, që ajo është, shumë me thonë, të ndimon halon ma shumë ty, a? Taj piratës. Gjithë, kur e shen dikon të kësy të, ej, naj, që ati të i pëlqi muzika, vazhdo që shtë. Amo kur e shen të klubin që aty është qëtësi absolute, që të është fërkhem. Drejgo. Spio mes qikave bërgjë me të pytë pak edhe për jetë personale tonë të në që ki punë? Për jetë personale, ta? Po, që ki punë, ha? A je vish me muzikë, vish për neja, po a ki jetë ditës, nësa që është? Qërë thash më bëmë... A e pinë kafe në mëngjesë në M8, kështë të më që? Valoj më të si unë pi. Bati, ja. Tash më janis më fejkit më dhonë që unë e qona shkoj. S'keshim besu më stanin. S'keshim besu asnakt në studio. Ata si më gjojnë e din. Po kështë me gjumin i kam raportet jo shumë love hate, a? Jo, se... Apëtin, kam pak fërk me gjumin. Kanë ere qona herët, po kjo ndodhët pak ma rollë.
Ma shpesh jam gjumë edhe kafën e mëngjesit e viti kënë 2. Okej, cila qik duron ty mas nej? Qaj që ka shku zoti për mu. Cila qik është ajo që ti të ditën gjumë, të natën punë, a menon që kime pas problematike pak ajo? Valla më shpen. Ha, Qysh që ose e ke pas problematike tash, une nuk e di historitë të ndë romantike, po... Qysh që tash më dhe me fillu si problematike? E mendoj që më dhe me problematike, po. po. A më momentin që te din për një njerë që qysh është, qka është dhe qka bën? Edhe të mirë kuptan, po, e di, edhe nuk gjelezon, është ta? Shpresoj. Këto ta garantaj që kime pas ka fështirë. Valla e shpen. Ka gja fështirë kime pas, po unë e di që ja ki daj shumë shka, ja del edhe një gjelëzie, kështu. Gjelëzi është. Gimbo, faleminderit shumë që ishte në studio, ishte një intervjist shumë e mirë që më besoj që ka më mbetë shumë gjatë edhe e prita më ndryshe, po më dole shumë më mirë, më dole me një gjithë jashtëzakonshme dhe të shumë suksese dhe dhuroj që... Shumë faleminderit shpend edhe ty të përësoj shumë për emisionin të për Nice Poets. Faleminderit shumë edhe për ftesën, edhe më bo qefi shumë që u takume dhe e bënëm një intervjist shumë mirë. Lutem, faleminderit.